Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Fillimisht Zotin e mënduar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjitha që ndjekin rrugën e drejtë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pas falërimit të Allahut, shfrytëzoj rastin që të falenderoj Unionin Studentor Musliman për këtë organizim, për këtë qasje serioze karshi temave tona dhe për gjitha aktivitetet tjera që janë në shërbim të studentëve dhe formimit të tyre të më të tjershëm. Gjithashtu nuk duhet haruar që të ndroj edhe muftiun e Tiranës, kolegun dhe mikun tim, Hoxhën Bilalin, për prezencën e tij përkundër angazhimeve, kohës shkurtë, ngushtë që e ka. Prezenca e tij e zbukuron këtë ndaj, Zoti shpërbleft, të nderoft, i dhar sukses e bereqet në punët e tij. Dhe Hoxhën ton të nderuar, Hoxhën Burhanin, që na befasi të këndshme me këtë prezencë, Zoti e nderoft për modestinë, për sinqeritetin, për inkurajimin e vazhdueshëm. Sinqerisht e kemi model, e kemi shembull, na bashkoft Zoti në xhenet me të gjithmonë. Të nderuar pranishëm, është kërkuar që të flasim sot për namazin. Mendoj që materiali përgatitur më herët tregon se përballë çfarë teme jemi, tregon përballë çfarë obligimi jemi. Të flasësh për namazin është edhe lehtë, është edhe vështirë. Është lehtë nga se mund të përfundon me dy fjalë në kuptim të pozitës që e ka, por vështirë pastaj ta elaborosh përjetimin e namazit, ndikimin e namazit, fuqinë e namazit në jetën tonë të përditshme dhe gjithëpërfshirjen e tij në gjitha fushat e jetës tonë. Andaj për namazin mund të lidhen kuptimin e argumente që ka folë Allahu për to në Kur'an, ku disa nga ato u shpalosen në këtë video të shkurtër. Të flasim për namazin si është falë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Të flasim për namazin si i kanë nxit i dërguari alayhi salatu wasalam besimtarët që të falin. Mjafton fakti të ndëruar se fjalët e fundit që i dërguari u ndan nga dunja ishin as-salah, namazi. Omeri radiallahu ta'ala anhu e dini pas atentatit që e pësoj e humbte vedijen dhe nuk kishte si me zgju, nga se morën përgjithësim se kishte vdekur e njëri i tha ngacmone me namaz. Kur t'ja përmeni Omerit namazin, nëse ka shpirt do të zgjohet. E i thanë, ja emir el mu'minin, o prisi besimtarve, koha namazit po del, u zgjua Omeri nga situata që ishte, nga vështirësia që kishte rënë te, për shkak të atentatit që ishte ushtruar mbi të, dhe në atë gjendje të vështirë, ku gjaku rreth nga gjitha anët, tha, nuk ka hise në Islam ai që nuk falet. Parmendoj nuk e harroj namazin, as në këto momente. Madje dietarët e ashëm të nderuar, vëllezër dhe motra, kanë përdorur namazin si kriter kryesor për ta vlerësuar dikën, për ta gjykuar dikën, për t'ia besuar një detyrë. Prandaj thot Imam el-Auzai rahimullah, një nga dietarët e mëdhenj dhe një nga transmetuesët e hadithit, thot, kur kemi dashur me e verifiku dikën sa është i besueshëm në transmetim të haditheve, fillimisht kemi shikuar në namazin e tij. Nëse atë ka pas në rregull, kemi vazhduar tutje. Andaj namazi ka qenë gjithmonë një njësi mace, një kriter, një temë e epiqendrës gjithmonë nga koha e pejgamberit edhe tutje. Në kohën tonë fatkeqësisht namazi ka pasur një zbehje për shumë arsye. Andaj edhe për t'ia rikthy vlerën namazit dhe për të rikthy fokusin tonë ka namazit duhet punë, duhet angazhim dhe duhet qasje të shumë andshme. Andaj për mua ka qenë sfiduese që të përzidhi qasjen apo këndin, ka unë do të filloj edhe të flas për namazin. Sikur që përmenda, të flasësh për përjetimin, atë që tha Ibn Qayyim rahimullah se është kopshti i shpirtit, ka çfarë të thuat. Për shkrimi Ibn Qayyimit rahimullah për përjetimin e namazit dhe dallimi i këtij përjetimi nga çdo përjetim i kësaj bote materialiste është sinqerisht i mrekullueshëm dhe që të komplekson. Të flasë për namazin si janë falë pejgambert, si janë falë pasues të pejgamberëve është temë në vetë kështu më radhë. Mirë po unë kam përzgjedh një kënd që
nga ai do të tentoj të qasëm namazit dhe ta elaboroj këtë temë, shpresoj që të jetë i qelluar dhe të jetë një kënd që na ndihmon në vetëdijsimin tonë karshi këtij obligimi kaq madhor. Dua me të kalu të nderuar pjesën që flet për obligueshmërinë, sa është obligim, argumente se është obligim, e kështu me radhë që të kalon në nivel tjetër, pasi që konsideroj se rrugtimi i besimtarëve në raport me argumentin është i disa fazave. Do ne rrugtojmë së bashku me argumentin në disa faza. Faza e parë është faza e informimit, kur marrim informat, njohuri në raport me një obligim të caktuar. Çka është ky obligim, dispozitat juridike, rregullat e kështu me radhë, informata. Edhe informimi është faza e parë. Pastaj është zbatimi, domethënë kalimi nga informimi në zbatim, ku ne e jetësojmë atë informat në praktikë. Pastaj është faza edhe e ndikimit dhe faza menoj kulminante dhe përmbledhëse e tërë këtij rrugtimi është funksionimi i këtij obligimi në jetën tonë të përditshme. Prandaj dua që të flas për funksionet e namazit në jetën e përditshme, për të kuptuar se braktisja e namazit ose shkputja e lidhur me namazin nuk është vetëm në kuptim të gjykimit juridik një mëkat i madh, por është edhe një humbje e madhe për jetën tonë, pasi që shumë aspekte të jetës nuk mund të jenë funksionale nëse nuk është namazi funksional. Do shumë aspekte të jetës realisht funksionalizohen si pasojë e namazit. Dhe ne duhet të kuptojmë se sa pjesë të jetës tonë mbeten të jo funksionale, mbeten të pambuluara, mbeten, domethënë, jashta organizimit tonë jetësor si pasojë e dobësisë tonë apo si pasojë e zbehet se qasja ka shi namazit. Dhe mëse kjo qasja është skajshmit e rëndësishme që ne përmes saj mund të kuptojmë dy gjëra me rëndësi. E para, kuptojmë fuqinë e adhurimeve për organizimin e jetës, dhe e dyta, të nderuar, kuptojmë se udhëtimi dhe rrugtimi jonë me një obligim nuk përfundon tek zbatimi, por vazhdon tutje tek funksionimi i këtij adhurimi në jetën tonë të përditshme. Pra një shkputje që po ndodh në jetën tonë mes zbatimit edhe funksionimit, realisht na ka bërë që të mbetemi në gjysmë të rrugës. Duhet të vazhdojmë tutje rrugtimin që realisht përmes adhurimeve, duke filluar nga besimi në Allahun e adhurimet e tjera, e në veç atij namazi, të organizojmë jetën tonë. Që adhurimet të kenë karakter edhe organizativ, jo vetëm zbatim dhe jetësim në praktikë. Ka shumë aspekte tjetër që realisht mund të përmenden në këtë qasje, unë dua t'i përmendoj disa nga ato të nderuar pranishëm. Fillimisht, mendoj se sot nga problemet që i kemi është dhe nga kriza që me to ballafaqohemi e konsiderojmë në veçantë rinia jonë është aspekti i temave me çka ata mirën. Sa të janë temat tona, sa të janë diskutimet tona, sa të janë brengat tona, çfarë është ajo që na bën përshtypje, çka është ajo që na ushqen me ambicie dhe me vullnet. Allahu xhallahu ala përmend në Kur'an se namazi ose është temë e epicendrës, është temë bazike. Gjitha temat sillen rreth namazit. Andaj, nëse ne e kuptojmë namazin si duhet, dhe se namazi është funksional jetën tonë si duhet, realisht funksionalizimi i namazit në jetën tonë do të bën që edhe tema që mirën me to do të jenë tema të nivelit të namazit, e jo tema të nivelit shumë më të ulët se që i takon një besimtare po besimtare. Sot atu vallë, rreth çkafit ne diskutojmë. Çka është ajo që na brengos? Dhe shpeshherë zhgënjehemi me temat tona, ku jemi, për çka flasim, cila është brenga jonë. Andaj, për ta normalizuar situatën të nderuar dhe për ta rikthyer vëmendjen ku duhet dhe për të marrë me tema që na takojnë, mendoj që rrugtimi drejt kësaj ngritje është përmes namazit. Do të sjell disa shembuj për këtë që po flas për të. Fillimisht, Allahu te bareke ve teala kur i shpalli Musait alayhi salam shpalljen, ja tregoi temat kryesore të kësaj shpallje. Inneni an Allah. Unë jam Allahu. Në tashmë të ki me e bartë një mesazh, një bartë të rënd, nga se faraoni thonë të unë jam Zoti. Ta shti dur që të ngresh nivelin e diskutimit mbi faraonin. Inneni an Allah. La ilaha illa anna.
nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas meje. Fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri. Këto janë temat. Unë jam Allahu dhe treguesi kryesor se e keni kuptuar se unë jam Allahu është fa'budni. Vetëm mua më adhuro. Dërsa treguesi se e keni kuptuar adhurimin është wa aqimi s-salata li dhikri. Ti falë namazin që të më kujtosh në vazhdimsi, mos të më harrosh asnjëherë. Shikoj këto janë temat kryesore që kështu filloi shpallja Musait alayhis salam. Në fillim të shpalljes dhe në temat kryesore ka do të cilët aktiviteti profetik i Musait alayhis salam është namazi. Gjithashtu të ndërruzër dhe motra, edhe për të kësaj, shikoje për shembull, shikoje Isaun alayhis salam. Ende pa u bë profet, ende ishte foshnje, kur erdhi nëna e tij Meriemi alayhis salam tek populli i saj. Ai nuk deshte që të fliste me popullin, nga se dinte se janë, domethënë, kokfort. Ishte e kotë, andaj vendosi që ajo të agjerante, në kuptim të përmbajtjes nga fjalët. Dhe i dha kushtimisht fjalën djalit të saj. Djali i saj për treguar se kush është, dhe pse ka ndodhur kjo mrekulli, përmendi temat kryesore që duhet të mirësh me to Beni Israelit, defektet kryesore që kishte ardhur ti përmirësonte Isa alayhis salam. Andaj çka tha? Inni Abdullah. Unë jam robi i Allahut kuptim të adhurimit. Adhurimi është çështja jonë. Adhurimi është projekti jonë jetësor. Adhurimi është bosulla e orientimit tonë. Adhurimi Allahut te barekuhu teala. Çdo dalje nga adhurimi është dalje nga bosulla e jetës, nga orientimi i duhur. Dhe pastaj në informim kush është Isa alayhis salam, çka tha? Atani el-kitaba wa ja'alani nabiyya. Zoti më dha librin dhe më bëri profet. Mirë, libri është tërësi temash. Çka ka në këtë libër? Wa usani bis salah. Allahu më ka urdhëruar që ta fal namazin. Foshnja, po fliste, po për tema madhore. Për tema madhore. Jo tema të foshnjeve, të qumshtit, e të ushqimit, po tema madhore që tregon te Isa alayhis salam se kam ardhur unë këto tema të ringjalli, ti bëj tema boshte të jetës së juaj. Andaj të ndërrozër, shikoni për shembull edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjitha çështjet i lidhura me namazin, me xhamin, që nga fillimi deri në fund. Për treguar Allahu te barekuhu teala se duhet të ngritemi në nivel të namazit, si temë, si praktik, si vedije, si mentalitet, të ngritemi, ku u bë obligim namazi? Në Isra dhe Miraj. Gjitha obligimet janë bërë në tokë, dhe mjafton kjo që ka ardhur Xhibrili t'ia kumton obligimet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përveç namazit u bë në qiell, për treguar se realisht tema e namazit është tema e ngritjes, është tema ku të bën elitar, ku të bën të ngritur mbi temat materialiste, temat e thjeshta, të kota, humbje kohë që shumica e njerëzve janë të angazhuar rreth tyre. Prandaj të nderuar punëshëm, është shumë e rëndësishme që të realisht të bëjmë një vetë llogaritje sa thua vallë me çfarë tema mirë me ne. Çka na bën përshtypje neve sot? Çfarë nxit interesimin e një njeriu dhe të reje? Çfarë i bën interesant temat për ta? Çfarë mund të nxit ambicia dhe deri në çfarë niveli mund të shkon ambicia e një njeriu dhe të reje? Mund të shkon deri diku, por fatkeqësisht në shumicën e rasteve nuk te i kalon aspektin material të kësaj dhunjaje atë. Andaj edhe shumë shembuj që sot na i përdorim në jetë e përditshme, janë shembuj që kulmi i suksesit nuk te i kalon aspektin material. Këta janë shembuj për shumë rini. Andaj janë shembuj që përfundojnë me dunjë, përfundojnë me jetën në varr e çka tutje. Na duan tema që na ngritin në nivelin e Firdausit, në nivelin e qiellit, në nivelin atje ku u bë obligim tek Allahu xhallahu ala namazi drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk mund të jenë këto tema funksionale, nuk mund të jemi ne kështu të ngritur, nuk mund të jemi kështu të organizuar me interesimin ton karshi temave të këtilla, nëse nuk është lëvizës i tërë kësaj namazi. Është namazi çështje e madhe. Prandaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Es-salatu khairu mawdu." Namazi është
çështja dhe tema më e rëndësishme. Nuk ka tema e madhe për neve se namazi. Dhe pejgamberi sa të ndërrua dini, edhe në moment të vdekjes, kishte probleme të shumta me smundjen, kalonte në agoni të vdekjes, i binte të fikë shpeshherë, dhe këndille me ujin që kishte afër. Por posa zgjohej nga agonia, çfarë thonte? A janë fal njerëzit. A janë fal njerëzit. Madje një natë i erdhi shpallje për një ngjarje të madhe të rrezikshme që i pret njerëzimin, dalja e Jejuj me Gjujit. Dalja e popullit shkatrimtar në fund të kësaj dunjaje. Dhe çfarë bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? U ngrit nga gjumi dhe tha la ilaha illallah. Bëri dhikr Allahun azza wa jalla dhe tha mirë për arabët për shirin që është afruar. Për njerëzit përgjithësi, po foli për arabët në kuptim të asaj kohe që ishin njerëzit që e kanë rrethuar. Nga se tha është hap vrima nga do të dalin Jejuj me Gjuji. Shiri po vije, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E i qidhu sawahib al-hujurat. Zgjani banorët e dhomave gratë që të falë namaznate, andaj mbrojtjen dhe rezistencë ka qenë një temë kaq të madhe, shkatërruese për njeriu e ballafaqej me namazin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj të nderuar, namazu të jetë bashkë jetës tonë, ku sillet jeta jonë, në kuptim të përmirësimit, kuptim të ndikimit, kuptim të përjetimit, kuptim të zbatimit, kuptim të shtimit, jetë faze, po të vullnetare në file, kështu me radhë, tjetë temë boshte, që përmes kësaj teme të ngritemi në nivel të mendësisë, vetdijes tonë, angazhimeve, preokupimeve tona, mbi temat e aspektit material. Çështja e dytë që realisht është e rëndësishme të jetë funksional jetën tonë është përmes namazit, është çështje e raporteve me Allahun e Madhnuar. Sot njerëzit tentojnë në forma të ndryshme të ndërtojnë raporte të mira. Dhe ka shumë trajnime, ka shumë sqarime, ka shumë udhëzime që flasin për raportet mes njerëzish. Si të ndërtojnë raporte me klientin, si të ndërtojnë raporte me këtë, me atë, apo çështja e komunikimit. Janë tema të mëdha që sot ne flasim për to. Mirë po rrallë dëgjojmë si ti mirëmbajmë dhe ndërtojmë raportet me Allahun te barekuhu teala. Në këtë botë të dominuar nga mendësia materialiste, raporti me Allahun është shumë periferik, madje as nuk është në agjendë. Andaj i duhet besimtarit një dozë shtuar e angazhimit për të mirëmbajtur raportin me Allahun, nga se asgjë nga ajo që rrethon realisht nuk i shërben mirëmbajtjeve të raportit me Allahun te barekuhu teala. Ai shërben për shkak mediumi raporte me Zotin? Jo. Shoqëria nuk i shërben, rrethi nuk i shërben, shkolla nuk i shërben. Sot flitet për shumë të drejta dhe duhet që të garantohen të drejtat e kategorive të ndryshme, madje edhe krijesave të ndryshme, të drejtat e kafshëve, kështu me radhë. Mirë po, ku janë të drejtat e Allahut të Madhnuar? Krijuesi a gëzon të drejtat e njerëzit? Andaj realisht Allahu xhallahu ala tek njerëzit është shumë larg. Janë shumë në distancë. Madje të nderuar, shpesh herë kur kalkulojnë për shumë veprime, marrin parasysh a do të pëlqejë njerëzve. Çfarë do thonë ata? Mirë po, shumë rrallë njerëzit diskutojnë rreth asaj se çka do thotë Allahu i Madhnuar. Prandaj kjo edukata mungon. Edukata e mirëmbajtjes së raporteve me Allahun, që Zoti të jetë për neve i pari dhe i fundit. Të jetë Allahu ai që kryeson agjendën e çdo angazhimi ton. Kryeson agjendën e çdo preokupimi ton. E për pas raporte me Allahun xhallahu duhet mirëmbajtjes në ato raporte. E nuk ka vepër pas besimit në Allahun më e mirë, më efikase që garanton mirëmbajtje të raportit me Allahun se sa namazi. 5 herë ditë me Allahun komunikon. 5 herë ditë me të flet. 5 herë ditë ti del para tij. Andaj, sikur që ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, robi ka 2 dalje para Allahut të Madhnuar. Një dalje në dunjë dhe një dalje në ahiret. Ai që ka të rregulluar daljen këtë dunjë, do ta ketë të rregulluar edhe daljen në ahiret. Ai që ka në këtë dunjë daljen të parregulluar, të shkatruar, të rënuar, të atill të ketë edhe daljen në ahiret. Ajo është dalja para Allahut namaz. Ashtu sikur se i del Allahut namaz sot, kemi dal nesër me dhon llogari. Andaj kujdesi i raporteve tuaja me Allahun përmes namazit, realisht është kujdesi yt për dalje faqebar nesër para Zotit kur kemi dhon llogari. Kjo bën namazin shumë interesant, shumë të rëndësishëm që ti kushton vëmendje. Andaj sikur që kanë thënë në shembull dietar dhe kanë thënë, nëse një kopshtare ka një kopsht
dhe dënë që tjetë i bukur dhe vazhdimisht të lullëzoj lullën te, duhet ta mirëmban, duhet kujdes për te. Shpesher për rreth lullëve e bimëve dalin barishte që realisht e dëmtojnë lullën, e dëmtojnë bimën. Nëse kopshtari nuk kujdese për barishtet, apo dhe për t'i shkull ato dhe për t'i largu ato, që uji të shkan drejt në rënjin e bimës dhe lullës, ajo të rritet, ato bimë shumë shpejt thahen. Ashtu është edhe namazit. Ne futemi në kopë namazit, po nëse nuk kujdesemi për barishtet, nuk kujdesemi për problemet që realisht shkojnë duke e dopsu, dalin për Allah të manuar, diku namazit bëhet rutinor, bëhet diçka si përfaqësor, formal, e dikur edhe barë që Allah në rujt njëri mund edhe me e braktis. Andaj mirëmbajtja namazin tënd dhe kujdesu për te, nga se mirëmbajtja namazit edhe në aspektin e sasis, edhe cilësis, edhe përjetimit, edhe ndikimit, realisht direkt kam ndiku në mirëmbajtjen në raportet tua me Allahun. E nëse ke punë mirë me Allahun, ti realisht e ka rrit suksesin e kërkuar. Sikur që ka thonë të parët tanë, ai që e ka arrit Allahun, çfarë ka humbë? Ai që e ka humbë Allahun, çfarë ka arrit? Ju jeni në frymën e dhe kohën e kërkimit vazhdueshëm për të arrit dhe lutem Allahun që t'jeni të suksesshëm në studimet e juaja, në angazhimet e juaja, në të ardhmen e juaj në punësim në çdo aspekt. Mirë po, gjitha këto janë kalimtare, edhe pse janë të rëndësishme, por janë kalimtare. Ndërsa ajo që mbet është lidhja jote me Allahun në mënduar. Andaj kujdesu për raportin me Allahun përmes namazit. Pejgamberi më ka përmendur, sikur se ka në hadith kutsi se kur robi del për Allahun dhe thot elhamdulillahi rabbil alamin, çka ndodh? Të ndrohen procese të mahnitshme kosmologjike. Është vendi vetëm ku ti komunikon me Allahun dhe ai ta kthen namazin. Ti thua elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu thot më madhroj dhe më lavdroj robi jam. Deri në fund të Fatihas. Andaj të ndëruar, është një raport i veçantë, është një komunikim specifik që nuk mund të bëhet nga ndonjë pozicion tjetër përveç përmes namazit. Prandaj është i rëndësishëm. Çështja e tretë që na duhet me kuptuar të ndëruar është se njeriu të ndëruar pranishëm është i rrethuar nga jashtë nga brenda me vese të ndryshme. Edhe në brendin ton ka vese të errta, ka cilësi që duhet larguar, duhet pastrohemi. Zoti Allahu xhallahu ala i ka bërë disa vese të integruara brenda njeriut që ai ti largon përmes betejës dhe luftës duke u shërbyer me shpallën e Allahut të mëdhenuar. Prandaj njeriu në vetën e tij ka mendjemallësi, në vetën e tij ka vetpëlqim, në vetën e tij ka syfaqsi, e shumë vese të tjera që Allahu xhallahu i ka përmendur. Si largon këto vese? Allahu tha në Kur'an: "Innal insana khuliqa halua, idha massahu sharru jazua, wa idha massahu alkhairu manua illa almusallin." Allahu tha: "Innal insana khuliqa halua." Njeriu është i krijuar me prirje për të kapur nga paniku, për të kapur nga situata që nuk mund t'i menaxhon si duhet. Idha massahu sharru jazua. Nëse e kam dhe një keqe, ka paniku, çfarë më gjatë, çfarë do ndodh e kështu me radhë. Nëse kam dhe një mirë, bëhet dorështreguar, ka frikë se e humbat mirë. Në gjithmonë është në situata të një frikë të caktuar, o në kërkim të një të mire, o në rrugët e asaj të mire. Nuk ka jetë të qetë dhe nuk ka jetë stabile, për shkak se i ka këtu vese që duhet punuar për të larguar. E si largon? Allahu tha illa al-musallin, përveç ai që është namazli, ai që falet e kontrollon veten e tij, e menaxhon veten e tij, e largon veset shumëta. Dhe për këtë pejgamberi e ka ilustruar në mënyrë të mrekullueshme ndikimin dhe funksionin e namazit në jetën e besimtarit, ashtu sikurse e keni të njohur shembullin e lumit, kur pejgamberi i tha sahabëve të pranishëm, tha, nëse një njeri afër shtëpisë tij e ka një lum dhe 5 herë në ditë lahet te, a mbetet në dytësirën te? Tha, jo ja Rasulullah, tha, kështu është namazi. 5 herë në ditë më u fal, pastrohesh nga shumë vese, nga shumë të këqija, që realisht edhe sot po na pengojnë me i gëzu shumë begati që i kemi. Shkoni të ndëruar sot, për shembull, sa është rritë mirëqenia jo në çdo aspekt, ekonomike, sociale, ka zhvillim të hatashëm në shumë aspekte, po prapë se prapë e gjejmë njeriu se është armik i njeriut.
sa ka lufta, ka gjakderdhje, sa ka rrëmbim, sa ka uzurpim, sa ka mashtrime, sa ka tradhti. A thua pse këto ndodhin? Nga se nuk është pasuria e që njërin e pastron. Nuk është marrja që pastron, është dhënia që pastron. Kështu Allah ka rregulluar. Prandaj Allahu xhallahu tha në fund të surës Al-Lejl, "Alladhi yu'ti malahu yatazakka." Ai që jep pasuri për të pastruar, jep ndihmon, sa ndihmon pastrosh, mirë po të duhet një forcë e brendshme për ta menaxhuar dhënien, për ta luftuar lakmin dhe pangopsinë. E ajo është namazi. Të pastron. Namazi të pastron nga shumë vese të shëmtuara, të këqija, sikur se thashë mendje madhësia, të bën të përulën pa Allah të mënduar. Sejdë është sopata që me te prehet në palc, coptohet mendje madhësia, vetpëlqimi, syfatësia. Sot për shembull të ndërvëzër, sa ka njerim, sa ka vujtje të njerëzve për të fituar për shtypit e tjerëve, çka thonë të tjerët, sa pëlqime fitova në këtë postim, sa shpërndarje janë, sa komente janë, çfarë thanë, çfarë nuk thanë, çfarë ju pëlqeu, dhe shpesh është disponimi i jetës dhe përmbajtja e jetës dhe cilësia e saj ndikohet nga këto pëlqime të jashtme, nga disponimet e jashtme. Dhe kjo ka bëjtën e rënduar dhe të vështirë. Dhe tërë këtë barë që po e pengon jetën tonë, po e ngulfat realisht, e rregullon kush? Namazi. Del për Allah të mënduar dhe thuash Allahu Akbar. Allah është më i madh se përshtypjet e njerëzve. Allah është më i madh se pëlqimet e njerëzve. Nëse Allah është i kënaqur, mjafton. Nëse ai e pëlqen veprimin tëm, unë e kora sukses. Për mua është e mjaftueshme. Prandaj ngritesh mbi pëlqimet e njerëzve, mbi teket e njerëzve, ki një jetë stabile, qëndrueshme, të organizuar, të koordinuar, jo të shturur, të shkapërderur mes qefeve, tekeve të njerëzve, ku i qka i teket, tash të vazhdojmë të ndjekim që kur nuk kemi pastaj vetja jonë. Kjo është funksioni rëndësishëm, sa e rregullon jetën, sa mjerime, vujtje, probleme, ngarkesa e dëshpime largon. Momentin kur ti kthehesh ka Allah i mënduar dhe e ke vetëm një synim, e ke vetëm një qëllim, ati që i thua Allahu Akbar, ati që i thua Elhamdulillah, ty o Allah të takon falërimin. Çdo lëvizje namaz të ndëruar është shkarkim. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çdo situatë kthej namaz, sikur sa thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana nebiu sallallahu alajhi wasallam idha hazibahu amrun fazi'a ila as-salah. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka plohen nga ndonjë ngarkesë e caktuar, çfarë do qoftë ajo, çfarë bënte? Xhintonte namaz. Çdo namaz është shkarkim nga dinamika e jetës, nga problemet e jetës. Nga se është pastrim në atë lumin që Allahu e ka zbrit në dunja, që me te pastrohet mendja, pastrohet gjua, pastrohet shpirti, pastrohet qëllimi, pastrohet vepra, gjithë shka pastrohet. Andaj sa kemi për këtë pastrim në këtë dunja që fatkeqësisht gjithë shka po ndytet fatkeqësisht si pasojë e lakmis dhe pangopsisë e njeriut. Çështja tjetër që mund ta përmend të ndëruar është se nga ajo që e bën realisht namazin të rëndësishëm në kuptim të funksionimit për e përdeshme është se përmes namazit ne edhe zgjidh një problem të madh, të rëndësishëm dhe të domosdoshëm për jetën është çështja e përkatësisë, çështja e radhitjes. Kujt i përket ti? Cilëve mësimi u përket ti? Kontributi yt në fund ditës kujt i shërben? Shpesh të ndërum pranishëm vëllezër dhe motra. Ndoshta pa vedije, s'po them me vedije, po ndoshta pa vedije, si pasojë e mos qiltërsisë së përkatësisë, mundemi që duke menduar se jemi rreshtuar ku duhet, t'i shërbejmë radhëve karshi përballë neve që janë. Mund t'i kontribuojmë ideve dhe ideologjive që ne i mohojmë, por që praktikisht i shërbejmë dhe i kontribuojmë. Prandaj përkatësia është shumë e rëndësishme, kujt i takon ti? Me kë je ti? Prandaj e dëgjuat çka Allahu tha në gjuhën e pejgamberëve, sikur se ka thënë edhe Ismail alayhis salam. Allahu më ka urdhëruar që ta fal namazin dhe që ta obligoj familjen time. Nuk ka pejgamber që s'ka fal namaz. Gjithë kanë fal namaz. Momentin kur ti rreshtohesh ka pejgamberët. Ky rreshtim ka pejgamberët, kjo përkatësi e deklaruar, nuk ka vetëm rreshtim formal. Është rreshtim edhe i të menduarit, edhe i vetdijes, edhe i kontributit, edhe i kauzave që duhet të dalin nga ky rreshtim ato.
A është morali jonë morali pejgamberve? A është uniteti jonë uniteti pejgamberve? A është organizimi jetësor organizim që del nga fryma e mësimeve të pejgamberve? Kjo është përkatësia e kërkuar. Është shumë e rëndësishme di kujt i përket ti, kujt i shërben ti. A këtë përkatësi në mënyrë të mrekullueshme, Allahu te bareke ve teala e përmend në Kur'an se gjithë pejgamber kanë qenë këtu të rreshtuar. Madje sikur se Allah thotë në surën Al-Anbiya, "Wa awhayna ilayhim fi'la al-khayrati wa iqama as-salat." Atyre u shpallën pejgamberve që në vazhdimsi të bëjnë punë të mira dhe ta falë namazin. Atyre krejt pejgamber, pa përjashtim, me mira pejgamber kanë falë namaz. Ti kur rreshtohesh, ka pejgamberet, ndrysh është jeta jote. Në mëngjes kur del ti thush, unë jam pasuese e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Unë e falë namaz, nga se është falë Aisha radiallahu anha, dhe aja është pastaj modeli jam, është shëmbëtyra jam, është Ebu Bekri, është Omeri, të tjerët me radhë, kështu me radhë që falë namaz, që nga koha e hershme e njerëzimit e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të nderuar, ne na duhet kjo përkatësi të jetë gjithmonë në vëmendjen tonë, gjithmonë pjesë përbërëse e organizimit tonë jetësor. Kujt i përketi, ku i rreshtuti. Prandaj duhet gjithmonë ta rikonfirmojmë rreshtimin tonë. A thu vallë, a e rreshtu ku duhet? Kjo fjalë që po e thua, ky aktivitet që po e bën, ky angazhim, kjo përpjekje, ky mund që po e bën, realisht ku të rreshton? Ku të vendos kjo? Me kë bësh ti nëse je kështu apo? Të ndruar shpesh herë, ne nëse këtë pyetje ja bëjmë vetes tonë, ndryshojnë shumë lëvizjet tona, shumë pozicionet tona ndryshojnë. Për shembull, nëse njëri për shembull dy njerëz kanë konflikt mes vete, dhe atë konflikt kanë vendosur me eskalu, me tensionu, për shkak të inateve, për shkak të mendimallësisë. Në këtë moment, para shpërthimit të një konflikti mes tyre, ne e inkuadrojmë përkatësinë dhe themi, kjo sjellje kujt i përket? A i përket dikujt që thotë Muhammed Rasulullah apo jo? Atë e di përgjigjen. Nuk i përket, nga se nuk na ka mësuar kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk na ka mësuar. Momentin kur përgojojmë dikën, kur shpihim për dikën, kur vlerësojmë mundën dikujt, kur nuk jemi korrekt ndaj punës së dikujt, ku rreshtojmë realisht? Kujt i përket kjo kulturë? Kujt i përket kjo rreshtim? Kujt? A është rreshtim, a është kultura, është mentaliteti, a është mësimi që na la pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo është tjetër mësim? Cili është atë? Dhe namazit mëson u rreshtu, namazit ta mëson përkatësinë, namazit ta mëson ku me marr radhën dhe si me organizu jetën përputhje me këtë përkatësi që është shumë e rëndësishme. Tjetër që dua të ndërroz i përmbledh së shpejt është se edhe namazit ndihmon në organizimin e familjes. Sot jemi në krizë apo të familjes. Ka shumë tendenca dhe fushata të ndryshme për të shpërbë familjen. Apo që familja të mbetet një konstrukt formal, jo funksional. Po, familje ka, jetojnë prindet me fëmijët e tyre, por a është familje funksionale? A është familje që realisht ka kontribut aktiv në përmirësimin dhe orientimin e shoqërisë? Kjo është pyetje tjetër dhe e madhe. Dhe Allah xhallahu ala kur ka kërkuar nga ne që të ndërtojmë familje, s'ka kërkuar që ta ndërtojmë këtë familje për ta shtuar numrin. Jo, po për qenë funksionale në shërbim të shoqërisë. Dhe për këtë ka shumë udhëzime dhe shembuj që nuk është tash koha t'i përmeni, por familja duhet të jetë funksionale. Familja duhet të jetë organizuar. Duhet të kenë të ndara rolet, përgjegjësitë. Gjitha këtu ndihmon namazi. Andaj edhe përmana pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka zgjuar gratë më fal natën. Ismail e ka përmend se Allahu azza jall e ka obliguar me fal namazin. Gjithashtu Allahu xhallahu surën Taha ka thënë: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." Urdhëroje familjen tënde që të fal namaz dhe ti tregoj i qëndrueshëm dhe dura në faljen e rregullt të namazit. Familja. Komunikimi i dur edukativ me fëmijën kalon përmes namazit. Ku tha pejgamberi sa urdhroni fëmijët e juaj që të falin kur i kanë 7 vjet e kështu me radhë. Prandaj namazi është gjithmonë në çdo udhëzim edukativ me familjen tonë. Madje edhe namazi është tregues i raporteve të mira bashkëtorë. Ku tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Allahu i qeshet bashkëtorëve kur ata e zgjojnë njëri tjetrin në namaz natë. Burri shkon e zgjon gruan, ajo në përgjumin e saj nuk do më uzu, ai pak e stërpik me disa pika ujë, ajo zgjot,
këtij bashkëpunimi i qeshët Allahu Azza wa Jall. Është i kënaqur me të dhe e kundërta. Andaj çka e ka bëu Allahu që ti kënaqesh me këtë çift bashkëtor? Bashkëpunimi i tyre që ta falë namazin, që në bashk në kthimin e tyre ka Allahu te baraka ve taala. Madje shumë dietarë kanë përmendur se edhe në situatet e tensionimit të raporteve bashkëtorë, mirë është nga udhëzime që të ndërprejnë komunikimin, të ndërprejnë fjalosin. Çfarë të bëjnë? Fal namaz 2 rekate. Namazi ul tensionet. Namazi rikthen në vëmendje respektin që duhet ta kemi njëri me tjetrin. Namazi bën një lloj ristartimi të komunikimit që tashmë nuk është nga pozicioni i inatë konfliktit, por nga një pozicion komplet tjetër. Namazi na organizon jetën tonë familjare. Edhe kohën ku këna mu zgju, edhe ku këna me flajt, edhe ku shkojmë diku ku këna mu ndal, gjitha këto të organizuar në bazë të namazit. Andaj namazi është një lloj boshti organizativ edhe i ndërtimit familjar, jo vetëm në raport me Allahun xhallahu ala, po edhe me vetë. Andaj permanent të ndëruar për neshëm vëllezër dhe motra. Gjitha këto që po i përmani, e që ka shumë çka të thuhet gjitha këto, për shembull. Përmendoni për shembull sa është e zbrazët, boshe, e papërmbushur, në mungesë të këtij namazi që gjitha këto role dhe funksioni ka në jetën tonë. Dikush mund të thotë, po, a mund të bëhen këto edhe pa namaz? Ju them nuk mund të bëhen. Nuk mund të bëhen nga se Allahu te baraka ve taala ka gjykuar që këto vepra ta kenë këtë funksion. Dhe nuk mundet askush që tashmë asaj që Allah ka vendosur pikë dhe ka përcaktuar si vendimtare në jetën e njerëzve të gjetë alternativë. Allahu xhallahu ala ka bërë vendimtare namazin për të shkuar në xhenet. A mund gjejmë alternativa? Për shembull themi që namazi është mirë, po ne po e bëjmë një metodë të meditimit. Po ndalemi, po shkputemi nga dunjaja materiale në rregull këto, po aktivojmë shpirtin dhe duke medituar ne po ngritemi tek Allahu xhallahu ala. A mund të ngritesh me metodat e meditimit, për shembull budist apo tjerat tek Allahu xhallahu ala? Mund të ngritesh? Nuk mund ngritësh nga se Allahu xhallahu ala nuk e ka bërë formë të ngritjes dhe e ka bërë rrugë të mbyllur të komunikimit me Allahun xhallahu ala, nëse nuk kalon nga legitimiteti i marr nga shpallja. Prandaj Allahu xhallahu ala i ka dhënë namazit legitimitet të këtij niveli për të pas funksione kaq të rëndësishme dhe kaq me ndikim në jetën tonë. Dhe gjithashtu të nderuar pranishëm, nga funksionet e namazit është që na ndihmon në menaxhimin e krizave, problemeve në jetë. Ne kemi probleme, kemi tenashe. Unë si shembull pak më herët, po këtu përveçimi pikë veçantë për faktin se është e rëndësishme që të njihemi me burimin e rëndësishëm që na ushqen me aftësi të menaxhimit të krizave, situata, problemet të llojeve që me to ballafaqohemi. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu të nderuar për neshëm, me një rast ishte duke dhënë mësimet njerëzve. Dhe i eri lajme se i ka vdekur djali. Para mendoni, në ders ligjërat, lajme se i ka vdekur djali. Çfarë bëri Ibn Abbasi? Ndërpeu dersin dhe u ngriti i fali 2 rekate. Pastaj tha, me shku të vazhdon tutje me, tash më marr me sprovën që e ka ndodhur. I than, sabrën e kuptuam. Fjalën inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta Allahu timi ta ai do të themi e kuptuam, po namazin se kuptuam. Tha Allahu ka thënë, ja ejuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salah. O që keni besuar, merrni fuqi, ndihmoni me durim dhe me namaz. Tha kjo sprov don fuqi për t'ia dalë. Andaj u ngrit i fal 2 rekate. 2 rekate për të marrë fuqi për t'ia dalë, për shkurtutje. Edhe sikur që e përmenda pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur kishte probleme të lashe, kthehej në namaz. Atje e merr ti të nderuar kuptimin e sprovës. Pse me bo sabër? Për kë me bo sabër? A ja vlen me bo sabër? Gjitha këto përgjigje të rëndësishme që realisht e organizojnë forcën tënde rezistuese kërcis provës, gjitha këto përgjigje i merr praktikisht, konkretisht në namaz. Ja vlen për Allahun te barekuhu teala. Kush e ka thënë këtë sprovë? Allahu. Kush për këtë sprovë shpërblen? Allahu xhallahu ala. Këto përgjigje më së miri me ndikim shpirtënor në thellësitë të shpirtit të zemrës i merr namaz. Nëse vetë Allahu ka thënë, istainu bis sabri was salah. E shumë të tjera. Sikur që i keni në Kur'an. Dhe në fund të ndërruar për nëshëm, du me përmend edhe një funksion të rëndësishëm që është shumë mënaj i rëndësishëm, por që fatkeqësisht shumë periferik apo madje
fare prezident në jetën tonë të përditshme. Cili është ai? Nga problemet me temat tona të ndëruar të neshëm, me tema që kemi është edhe tema e armikut. Kush është armiku jonë? Kush është armiku jonë? Kush është ai që duhet ta luftojmë në vazhdimsi pa kompromis? Kush është ai që e sjell çdo sherr në mesin tonë? Kush është ai? Kush është ai që nuk po na lë rahat me zvete, nuk po na lë rahat me begatit, nuk po na lë rahat me Zotin tonë? Kush është ai? Cili është ai armik që duhet luftuar pa kompromis? Nuk ka paqe me te, nuk ka marrëveshje. Cili është ai armik? Shejtani mallkuar. Si përgjigje po e dim, por a është jeta jonë e organizuar në frymën e kësaj betejë për ta luftuar shejtanin në çdo cep, në çdo çast, në çdo moment, në çdo lëvizje? Kjo është pastaj tjetër pyetje. Dhe ka përgjigje vetë që e dim se si për ne jot. Na shpesh e harrojmë kush është shejtani. Madje të ndëruar pranishëm vëllezër dhe motra, ende më e keqe është se komplet betejë jonë me shejtanin, komplet, është e përkufizuar në magji, në sihr, në sysh e kështu me radhë. Dhe tentojmë se me një rukje përfundon çdo problem me shejtanin. Jo, betejë është shumë më e thellë, shumë më e gjatë, shumë më komplekse, shumë më serioze. Nuk do të thotë që të prekësh nga mësyshi apo nga sihri e tash ti je në betejë. Jo, kjo është shumë periferike në raport me shumë betejë tjera ku shejtani synon diçka shumë më të shtrejtë se shëndetin dhe rahatin tonë. Prandaj, nga cili pozicion e luftojmë në vazhdimsi shejtanin? Nga cili pozicion e godasim më së miri? Nga pozicioni i namazit. Andaj nga funksionet e namazit është që të na mban aktiv në vazhdimsi në betejën tonë me armikun. Që të dimë se kush është armiku, kush të pengon me u koncu namaz, kush të sjell ngarkesa namaz, kush e bën atë përpjekjen për zhvendosje të vëmendjes namaz, kush? Shejtani. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar që për ta rikthyer vëmendjen dhe për ta zbut presionin e kësaj betejë që ai e derdh mbi ne namaz, edhe të bëjmë veprime nga njerëz që janë jo pjesë e namazit. Sikurse ka ardha i sahabiu i ka undhëruar dërguari i Allahut, vazhdimisht dikush bën zhurmë namaz. Ta pejgamberi sa ka thonë dhalike khinzab, shejtan me amën till. Kjo është detyra e tij, me të shpërqendruar nga namazi. Shiko betejë namaz, betejë namaz. Andaj tha pejgamberi sa kur dikush e gjen këtë presion kaq të madh që s'ka mundësi të evitohet me shpërqendrim të vëmendjes nga ky sulm, e kthen kokën në anë majt, pshtyn 3 herë një pshtym pa lëng apo formale, do thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Betejë luftje, nga sa do me marr namazin tën, po e mori namazin, letë ka pastaj me ty në çdo fushë dhe çdo betejë. Gjithkund e ka pastaj me letë. Boni të bindur se garanca kryesore që na mban të qëndrueshëm, që na mban stabil, dhe na jap forcë të konfrontimit me armikun është namazi. Ne humbi namazin, na zhveshin nga çdo armatim, pastaj me besim më lehtë ka për faktin se besimi bëhet jo funksional, besimi bëhet pa ndikim e cytja e tij pastaj bëhet orientuese në jetën e të përditshme, ku pastaj me këto cytje aktivizohet epshi, dominohet dhe i japet një rol i fuqishëm epshit për të mendjes, për të logjikës. Dhe njëri kur jeton me epsh, dihet se ku është përfundimi i tij. Prandaj të ndëruar, pozicioni më i mirë i goditjes, i betejës me armikun është shejtani. Pejgamberi ka përmendur se kur thirr ezani çka ndodh? Ik shejtani. Kur bëhet ikameti, ik shejtani. Në gjithçka ndërlidh me këtë betejë. Madje edhe është përmendur se vendi ku qëndron imami që i prin betejë të namazit, besimtarë quhet mihrab, vend beteje, vend lufte, vend përkushtimi, vend orientimi, ku ne tregojmë çdo përpjekje të shejtanit se kemi vendosur më kthy ka Allahu mënduar. Ka të ke. Kemi vendosur individualisht dhe kolektivisht t'i kthejmë Allahut te barekuhu teala. Dhe përcjellja e xhamatit imamin në çdo hap që ai e bën është tregues i triumfit këtë betejë se ne jemi të kthyer ka Allahu xhallahu ala përkundër përpjekjeve të shejtanit që na që rregullon busullën e orientimit të jetës tonë. Prandaj, nga funksionet e namazit është që na mban të fuqishëm, stabil në betejat tona kundër djallit të mallkuar, e ky është armiku ynë kryesor, sikurse Allahu xhallahu ala tha: "Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa."
Shejtani është armiku juaj, po s'përfundon këtu lajme të ndëruar, s'përfundon këtu informata, po Allah tha, "Fattakhidhuhu aduwwa", andaj trajtojeni si armik, luftoni si armik nga gjitha pozicionet, e pozicioni më i fuqishëm, më i rëndësishëm, më i efikas i goditjes ndaj shejtanit është kur ti je namaz, kur ti i kthym ka Allahu te barekuhu teala, kur ti i mbrojtur me mbrojtjen e Allahu xhallahu ala nga se i kthyr ka Allahu dhe i lidhur me të. Prandaj këtu janë disa shembuj të ndëruar për shembull vëllezër dhe motra se namazi sa është më rëndësishëm në jetën tonë të përditshme dhe jo vetëm në aspektin e zbatimit, po në aspektin e funksionimit, që ky namaz të jetë funksional edhe në fushët e jetës tonë, jo që namazi të falet edhe të përfundon lidhja me namazin, pastaj vazhdojmë të tutje na me forma tjetër të organizimit tonë, po të shkputur nga namazi. Duhet jemi të lidhur me namaz edhe kur jemi brenda tij, por edhe kur jemi jashtë tij, nga se kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë po e përfundoj, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për ata 7 persona që kanë me qenë në hijen e Allahut, të privilegjuar, të ngritur, të nderuar ditën e gjykimit, janë ata që qalbuhu muallaqun bil masajid. Ai që zemrën e ka të lidhur me xhami, do të thonë, ai është gjithmonë namaz. Trupi ti mund të shkon punë, trupi ti mund të shkon në shkollë, mund të shkon në provime, mund të shkon në studime, mund të shkon në shëtitje, ku do të qoftë trupi, po mund të shkon. Po zemra ku është? Zemra është tek namazi, mezi pret vjen namazi nga se është freskia e shpirtit, është qetësia e shpirtit, sikur se thotë pejgamberi sa Bilalit, ja Bilal, rihna biha, o Zot, o Bilal, thënë ezanin e na bëj që qetësohemi, të shkarkohemi të pushojmë në këtë namaz. Allahu bëf që timi nga ata që fal namazin, pasardhësit tonë, familjarët tonë, shoqëria jonë, na bëftë Allahu shkak që t'i vëdësojmë edhe të tjerët për rëndësinë e namazit, dhe Allahu bëf që namazit jetë nga shkaktarët kryesor e funksionimit në jetën tonë, në kuptimin e organizimit të jetës dhe përmbushjes tonë në gjitha këto fusha të jetës që i përmendën deri më tani. Zoti ju ruaj, falënderit shumë, u takofshim për të mira. Zoti ju shpërblet për vëmendjen, për durimin dhe për prezencën. Selam aleikum wa rahmatullah.